e rëndësishme njeriu mund ta bëj faljen edhe në shtëpi, mund ta bëj edhe në punë, patjetër, se e ka lehtësuar Zoti këtë punë. Ama ajo që thoni juve është shumë e rëndësishme, sepse gjithmonë falja që bëhet me xhamat, domethënë me bashkësi, domethënë në bashkësi që bëhet gjithë bashkë, ka më shumë vlera tek Zoti dhe ka më shumë shpërblime. Pse ka më shumë shpërblime? Po ja ta them pse ka më shumë shpërblime. Sepse do nisesh nga shtëpia për në xhami. Rrugës do takosh një person të përshëndetesh. Rrugës do përmendesh Zotin. Në momentin që ti ecën me qetësinë tënde, ke marrë edhe avdes, ke dalë nga shtëpia për në xhami. Për çdo hap që hedh, ngrehet një shpërblim tek Zoti. Për çdo hap tjetër që hedh, pra edhe rruga është një adhurimi, je përfshirë. Falet një mëkat. Pastaj do vish në xhami, do bësh lutjen që hyn në xhami. Do ish me komë në djathtë, do falësh 2 rekat namaz. Do bësh një lutje, do përmendesh Zotin. Pastaj do takosh një vëlla musliman, do i dhurosh një buzëqeshje, do takohesh me të. Do të shkruajnë sevapet për përshëndetjen që jep. Kur takohesh do bin gjunafe. Të gjitha siç thuan në tekstet dhe pastaj do falësh edhe namazin. Do qëndrosh prapë në vend të bësh dikër, quhet sikur je në namaz prapë. Prandaj thot profeti, paqja e Zotit qoftë me të. Kur lidhesh me njëri tjetrin, bashkohen zemrat. Kur bën dua të gjithë bashkë, lutje të gjithë bashkë, mbase njërit nuk i pranohet, ama i pranohet tjerëve dhe Zoti për hatër të atyre ja pranon të gjithëve, domethënë kur e bëjnë bashkërisht, edhe Zoti është i madh i bujar, nuk domethënë i përfshin të gjithë mirësia kur i thon. Dhe për gjitha këto thuhet që falja që bën njeriu vetëm është një shpërblim po themi, kurse ajo që bëhet me bashkësi bëhet 27 shpërblime shumë.